Dhe e dyta është bërë dhe ka bërë Shqipërinë një grop septike të gjitha projekteve që vendet e tjera perëndimore europiane nuk i pranojnë në vendet e tyre. Pra, si klientelist dhe i përdorshëm, ky është, domethënë, një nga njerëzit më të papranueshëm sot dhe me drejtë kjo klasë e shkëlqyer e studentëve sot protestojnë dhe mendoj që ky do të jetë edhe fillimi i fundit politik të këtij diktatoruci të vogël që ka kapur nga zverku Shqipërinë edhe po e shkatëron. Dhe duhet të them një gjë tjetër, se tërë mendojnë pse këta protestues protestojnë. Çfarë vizioni ka dhënë Shqipërisë? Një njeri ignorant në formimin e tij e ka bërë atë që Krushovi kërkonte për Shqipërinë, që të ishte një monokulturë, që vendet lindore të vinin të bënin pushimet në kurizë të shqiptarëve. Atë vizion që ju ka dhënë shqiptarëve sot në botë, prandaj janë ngritur, ju ka dhënë që t'i kthejnë në njerëz që të pastrojnë, më fal, ato pislëqet e turistëve elitarë, dhe kjo është vetëm mundësia që ju jep shqiptarëve. Pas një vizion për sjelljen e teknologjisë së re, për rikthimin e industrive të cilët bëjnë të mundur që talentet e padiskutueshme të rinisë shqiptare të rikthehen në vend dhe të kontribuojnë për të ardhmen e tyre, jo larg vendit, po në Shqipëri. Pra, kjo është gjithë situata, kjo është një ditë e madhe kthese, prandaj insistova që edhe ju gazetarët, sidomos të Syrit, duhet të jeni krenar, sepse ajo kusia, siç na përcakton Rama, është mbushur për 10 vjet me pika dhe sot detyrën e madhe dhe madhështore përpara Shqipërisë e ka marrë brezi i ri, qytetarët të cilët po protestojnë. Nuk po e kupton ai apo përpiqet ta mbajë një formën e tjetër me sa të mundet, 40 reagime mesatarisht, njëra që kundërshton tjetrën, sot ka dalë dhe ka sulmuar sërish turm bulevardi, influencera, turm të marrësh, influencera që nuk paguajnë taksa për ato që pastaj kthejnë të ardhurat e tyre, ka thënë ndër tjera, turm të marrësh, delirant me flamurin në fyt, po dëmtojnë turizmin, ka nisur regjistrimet në Sarandë dhe pastaj nuk të rishen projekti do të bëhet. Turizmi do rikthehet, do vinë njerëzit, shikojnë se ku ka jetuar në Surel, do t'i sjellim të gjithë tuajt me miliona të shikojnë se çfarë i ka bërë Shqipërisë ky diktator, si e ka shkatëruar ky, si e ka bërë dhe ka kthyer në një pronë personale. Prandaj mos ketë merak për turizmin, se turizmin jo vetëm do ta bëjnë. Vila në Surel do kthehet si vila e diktatorit, po jo forma që po përdoret sot vila e diktatorit, po si do duhet ishte një muze ku kishte jetuar diktatori, thua ti. Patjetër. Edhe me keqja është se ky është një zgaravinë e diktatorit, për arsye se diktatori i thoshte e kishte të qartë linjat e tij të kuqe, kurse ky mban shtetin vetëm me propagandë, vetëm duke gënjur njerëzit, duke i skllavëruar ata dhe mendoj që të gjitha të dhënat ekonomike që jep vijnë si rezultati i largimit me masë të shqiptarëve. Shqipëria është e spopulluar tashmë, njerëzit janë shumë më pak, ky nuk ka bërë asnjë gjë për shqiptarët, ky ka arritur influencën e tij politike për të mbajtur pushtetin dhe për të pasuruar së bashku me klientët e tij, të cilët kanë marrë gjithë territorin e